Edi Rama ka gjasa që as të hënën nga Pogradeci të mos i shpall ndryshimet në qeverinë e tij për të cilat zërat thonë se do të përbëjnë një transformim tërësor të kabinetit. I bllokuar në lëvizjen që kishte ruajtur për fundin e verës, Ramos po i bëhet gjithnjë më i qartë se ajo mund të hap rrugën përkundër lëvizjen që do ta zërmat ose portat e ferrit të rrethimit të tij përfundimtar. Ndërkohë në korridoret e mazhorancës po qarkullon lajmi për një sinjal që Rama ka marrë nga një kancelari shumë e rëndësishme europiane. Gjatë një takimi me një ish diplomat të rëndësishëm, ky i fundit thuhet se e ka pyetur për mundësinë e ndryshimit dhe kalimit të postit te një figurë më e re. Kryeministri është përgjigjur se në zgjedhje ka siguruar numrin më të madh të deputetëve. Përgjigjja e diplomatit ka ardhur në formën e një pyetje: jeni i sigurt se keni shumicën e popullit dhe të deputetëve? Kjo pyetje sipas zërave që qarkullojnë në mazhorancë ka shtangur Edi Ramën dhe e ka futur në ankth për situatën brenda grupit parlamentar. Siç mësohet, ai ka kërkuar Tauland Ballës që t'i testojë deputetët një nga një pa u dhënë të kuptojnë se ka dieni për mundësinë e largimit të disa prej tyre. Kërkesës së Ramës për të treguar solidaritet me të gjatë polemikave që shoqëruan fillimin e protestave kundër qeverisë, shumica e deputetëve nuk ju përgjigj. Me përjashtim të ndonjë ministri apo deputetit veçantë, pjesa dërmuese e grupit parlamentar të PS-s nuk ka bërë asnjë postim në mbrojtjet mazhorancës gjatë 80 ditëve të revolucionit flamingove. Në mbledhjen e fundit të grupit, ankthi i Ramës është shtuar edhe më shumë, kur ai hodhi si paralajmërim mundësinë e çuarjes së vendit në zgjedhjet parakohshme, askush nuk u friksua. Në disa struktura të PS-s në bazë është kërkuar madje që zgjedhjet parlamentare të zhvillohen menjëherë së bashku me ato vendore, me argumentin se kështu mund të mobilizohen më shumë votues. Edi Rama i trembet shkuarjes në zgjedhje. Pasi sipas sondazheve periodike që porosit jo vetëm që nuk e ka të sigurt përsëritjen e rezultatit prej 83 mandatesh, por rrezikon të mos sigurojë as shumicën. Nëpërmjet njerëzve të tjera ka hartuar disa variante me emrat e deputetëve që mund të largohen. Deri tani megjithatë nuk ka arritur të zbulojë se cilët janë realisht ata që i konsideron tradhtar. Madje mësohet se 3 javë më parë është përplasur fort me Blendi Klosin pasi ky i fundit nuk i ka dhënë informacion të hollësishëm për rebelët brenda grupit. Një votim i rastësishëm në kuvend rreth një muaj më parë mblodhi vetëm 74 vota për mazhorancën, çka alarmoi seriozisht kreun e saj. Mbledhja e grupit parlamentar që zhvillua më pas nuk arriti ta qetësonte. Për këtë arsye Rama është përpjekur të zhvillojë takime të veçuara me deputetët që ka shënuar në listën e të dyshuarve. Kjo listë është zgjeruar ndjeshëm, sidomos pas mos zbatimit masiv të urdhrit të tij për të qenë aktiv gjatë protestave. Pas këtij rebelimi të heshtur, Rama ka urdhëruar që në media të shfaqen disa prej kandidatëve për deputet që ndodhen në listën e pritjes së PS-s nga zgjedhjet e vitit 2025. Një sinjal për të treguar se është gati për zgjedhjet parakohshme, ndërkohë që në të vërtetë është vetë Edi Rama ai që u friksohet atyre më shumë se kurrë.